I kanë vu edhe familjet e tyre e ti krahasosh me listën serbe është e pandershme, është fyese edhe për varrin e gjyshit e saj. Ajo fotografi është turpi i zonjës Haxhiu. Unë të them sinqerisht, zonja Haxhiu prej një familje e cila me një gjysh të saj, i cili ka qenë i jashtëzakonshëm dhe kontribues i jashtëzakonshëm për lirinë e Kosovës, të del një mes e tij dhe ta bëj një fotografi të tillë të turpshme, unë mendoj që tamam i bjen fjala që e përdor populli shpesh, që prej Skenderi del Beteri. Ajo e ka përdor një tradhti, mund ta them, të cilën e kemi kundërshtuar Nait Hasani edhe unë afër tij që mos ta bëjmë atë votim me dur të ngritura për me elektronik. Për ka qenë arsyeja ose thirrja për një votim të tillë ka qenë nga ulësja e kryeparlamentarit, e cila ka thënë që deputetët e lëvizjes vetëvendosje nuk i kanë kartelat. Dhe ju lutemi të votimin ta bëjmë duke i ngritur duart. Kjo ka qenë një pabesi ose një shfrytëzim klasik ose i ndyt i planifikuar që me ku që ata të shtiren që nuk i kanë kartelat për të votuar elektronik dhe e kanë nxjerrë këtë fotografi të cilën them sinqerisht është e turpshme të bësh në atë rend të fush edhe njerëz të cilët mendoj tër jetën e tyre dhe familjeve të tyre i kanë vu para tytall të armëve ose para bajonetave të armikut përballë tyre, i kanë vu edhe familjet e tyre e ti krahasosh me listën serbe është e pandershme, është fyese edhe për varrin e gjyshit të saj.